Shkemi YouTube, sot do të tregoj se si mund të fitoni para me anë të internetit duke klikuar adresa. Së pari do të tregoj se si mund të hapni një account në Neobugs. Ju lutem, klikoni e linku që ndodhet në përshkrimin e kësaj faqe dhe do të jetë i njëjti me këtë këtu. neobugs.com/r/RealD. Sepse në këtë mënyrë ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin për marrjen ose ngrenjen e parave më shpejt. Klikoni register, edhe këtu ke username do të shkruani emrin tuaj ose një emër si ta doni, si për shembull siç e kam unë. Passwordi do të jetë shumë i fortë. Për vendimin tim duhet të përmbaj një shkronjë të madhe, një yll, numër, tek yjet mund të fusim edhe gjitha shkronjat, jo shkronjat, simbolet, për shembull një sh, një nish, një yll, dhe mund të shtoni të tjerat pastaj. Futni një password që tjetër shumë i fortë. Tek emailit duhet të fusni emailin tuaj. Një email që është funksional, sepse pasi të regjistroheni do t'ju vijë një kërkesë verifikimi tek emaili juaj. Mund të hapni një email të ri, ose mund të keni një email tjetër, mund ta fusni këtu. Thjesht duhet të jetë funksional. Këtu te Payza, PayPal e mail, duhet të fusni emailin e kartës tuaj PayPal ose Payza. Nëse nuk e keni, mund të fusni emailin që shkruhet pak më sipër. Kjo adresë PayPal ose Payza ju duhet për arsye se duhet të tërheqni paratë që do të fitoni, ose duhet të fusni paratë për investimet tuaja të para dhe do t'ju hyjnë punë. Futni vitin e lindjes, sigurisht duhet të jeni mbi 18 vjeç. Për kodin dhe duhet të lexoni term dhe service. Para se ta hapni akontin duhet të jeni mirë informuar me gjitha këto kërkesa. Nëse nuk dini shumë mirë anglisht, mund të përdorni edhe Google Translate, nuk ka asnjë problem, edhe pse nuk funksionon 100%, por mund ta bëj punën e vet. Duhet i lexoni sepse janë shumë të rëndësishme, si për gjatësinë e akontit tuaj dhe për rregullat që duhet të ndiqni. Jepi continue dhe do të dilni në faqen këtu. Pasi të keni ardhur këtu, çdo ditë duhet të klikoni adresat dhe mund të fitoni. Fitimet në fillim fare janë shumë të vogla, por duke klikuar sa më shumë, duke marrë sa më shumë referenca, atëherë ju do të mund të merrni dhe më shumë like. Ja për shembull, doli një adresë, klikohet adresa, klikohet pika, ka që jemi dhe për Halloween. Adresa e kam të shuar pikën e kuqe dhe ka fuar kungullin e Halloweenit. Presi pak sa të pushet dhe i japim close. E kaq në ditë duke klikuar të gjithë
dhe këto adresat, ju mund të fitoni para. Kjo faqe interneti ju jep mundësinë edhe për ad price, një mundësi tjetër për të fituar bonuse, mund të jenë lek ose pikë, ose mund të fitoni edhe grada, për shembull Golden Ultimate. Nuk e di nëse dikush mund të ketë fituar Ultimate, po Golden ka fituar shumë. Edhe mënyra më e mirë që të keni sukses në këtë lloj faqe është të lexoni vazhdimisht forumin. Forumi do t'ju ndihmojë shumë për të gjithë atë çka ju të bëni dhe të gjithë ato pyetje që keni do t'i gjeni përgjigjet në forum. Për shembull, po të hapi success stories, tu ka njerëz që mund të ketë tërhequr dhe rreth $10,000 për herë. Ja si thot, $2,500 muaj. Kjo mund të arrihet, por duhet shumë punë. Shumica e njerëzve lodhen nga fillimi dhe e lejnë krejt. Te di gjithmonë fillimi është i vështirë, por pasi ta arrini diçka ju mund të fitoni shumë e shumë. Një mundësi tjetër për të fituar janë dhe mini jobs. Këto është mënyra më e mirë, duke kryer punët e vogla mund të fitoni lek. Tani nuk ka asnjë label, por nëse ju kaloni nivelet mund të keni shumë. Këtu fitoj rreth 8 cent për një plotësim pune. Dhe mos harroni të jepni subscribe në YouTube channel dhe like, comment për çdo gjë që ju mund të keni. Unë do të jem aty për t'ju kthyer përgjigje. Gjithashtu keni ndonjë postime në box ku mund të më gjeni, që është hello new member from Albania. Ju mund të kërkoni ata dhe mund ta lexoni. Keni dhe shumë të tjerë, kam parë që ka shumë të tjerë shqiptar këtu, po besoj që asnjëri nuk e ka marrë mendimin që të bëj një video dhe të bashkoj edhe shqiptarët e tjerë në këtë website. Përsa i përket këtij website-i, ky është rreth 7 vite në internet dhe paguan përdoruesit e tij çdo ditë. Ja, ka arritur të marrë $54. Ky është më i vjetri këtu, ka dhe statusin Golden, ka arritur të 1525, ka 318 referalsa dhe ka kliku ka pik 19.620. Mëse të do merrni shumë këshilla nga ky, ka që është më i vjetri shqiptar. Natën e mirë dhe mirë pafshi, kalofshi bukur dhe fitofshi sa më shumë parë. Dhe kur mos u dorëzoni, nuk do t'ju kushtoj asgjë, sigur të klikoni çdo ditë disa adresa.